2026 është viti kur shqiptarët mund të rivlerësojnë pronën e tyre duke paguar një normë tatimore 3 herë më të ulët nga 15% në 5%. Tatimi 5% do të aplikohet mbi diferencën mes vlerës së regjistruar të pronës dhe asaj të re në treg. Pra, nëse një apartament ka vlerë të regjistruar 100.000 euro, ndërsa në treg vlera ka arritur në 150.000 euro, tatimi do të paguhet për diferencën prej 50.000 eurosh. Sigurisht që do jetë një lehtësi sepse është një lehtësi fiskale më shumë, që do t'i shërbej në radhë të parë shitësve, dhe këtu flasim për një numër të konsiderueshëm shitësve të cilët e kanë pritur këtë moment sepse reduktohet taksa nga 15% në 5%. Që do të thotë, shumë apartamente të cilët tashmë janë për të shitur, e kanë pritur këtë moment dhe nuk kanë dalë në treg. Ndërkohë për blerësit, mundësia më e mirë që është e sigurt është që do ketë më shumë apartamente për të zgjedhur. Qytetarët mund të ndjekin dy rrugë, ose të bëjnë rivlerësim me çmimet referuese në treg, ose të kontaktojnë një agent për të marrë një raport vlerësimi për çmimin real që prona e tij mund të ketë në treg. Mund ta bësh dhe personalisht, por do t'i këshilloja që ta bëjnë me një noter, sepse ndjek edhe të gjitha hapat dhe e di se si e bën aplikimin, ose në rastin tjetër me ekspert privat, pra që e merr dhe bën vlerësimin e pronës. Kush është ndryshimi midis të dyve, pra pse duhet zgjidhni njërin dhe tjetrën? Në rastin e noterit mund ta bëj për çmimin e referencës që ofron shteti. Por nëse do që t'i rrisi vlerën pronës, pra e shef që prona e vet ka vlerë më të madhe se sa çmimi i referencës, atëherë do të duhet që këtë si proces ta bëjë një ekspert privat i cili është i licencuar. Gjatë kësaj fushate do të njihet edhe amortizimi i pronës, duke paguar normë tatimore më të ulët se 5% për pronat më të vjetra. Ndërkohë për pronat e legalizuara, agjentët shpjegojnë se vlera që do të merret parasysh do të jetë ajo në momentin e legalizimit.